Hëngri 2 banane çdo mëngjes për 30 ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Ushqimi i shëndetshëm nuk është gjithmonë i shijshëm, por kur bëhet fjala për bananet, ky nuk është rasti. Sipas Brightside, ngrënia e 2 bananeve në ditë mund të përmirësojë seriozisht shëndetin tuaj. Bananet do të ulin presionin e gjakut, sepse përmbajnë rreth 420 mg kalium. Bananet janë gjithashtu shumë të pasura me fibra, që u largojnë gjithashtu edhe dëshirën për të konsumuar ushqime midis vakteve. Bananet gjithashtu përmbajnë një lloj të nisë shtesë që zvogëlon oreksin dhe ju ndalon të shtoni në peshë. Ul nivelin e sheqerit në trup. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe gjithashtu, ato rrisin ndjeshmërinë e elementëve ushqyes për organizmin. Konsumi bananeve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv edhe në përmirësimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse qelizat e trupit tuaj nuk janë të ndjeshme ndaj insulinës, ato nuk mund të thithin glukozën dhe pankreasi fillon ta prodhojë atë në sasi më të madhe. Nëse trupi grumbullon yndyrë, kjo varet nga insulina e pranishme. Anemia shkakton zbehje, lodhje, gjithashtu edhe marrje të frymës. Kur vjen si rezultati një reduktimi të qelizave të kuqe të gjakut, nxitet gjithashtu edhe niveli ulët i hemoglobinës në gjak. Bananet përmbajnë nivele shumë të mira të hekurit, të cilat janë shumë të rëndësishme gjithashtu edhe për organizmin tuaj. Bananet përmbajnë vitaminën B6 e cila rregullon nivelin e glukozës në gjak duke ndihmuar edhe njerëzit të cilët do vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e anemisë. Bananet janë një produkt shumë i mirë që treten lehtë dhe mund të konsumohen nga të gjithë personat. Ndërkohë, amidoni rezistent që gjendet te bananet nuk tretet dhe përfundon në zorrën e trash, ku shërben si një medium ushqyes efektiv për bakterjet e shëndetshme. Bananet mund të hahen kur një person gjithashtu mund të vuajë nga gastriti ose urthi, si dhe të reduktojnë edhe një sër komplikacionesh duke rikthyer kështu mineralet e humbura kur vjen edhe një person që vuan nga diarreja. Bananet ju përmirësojnë gjendjen tuaj shpirtërore dhe mund të konsumohen nga të gjithë personat gjithashtu edhe në një gjendje trishtimi. Ato përmbajnë nivele shumë të mira të tripofanit i cili nevojitet trupit në mënyrë që të marrë nën kontroll serotoninën. Mesatarisht, çdo banane do të përmbajë të paktën rreth 27 mg magnez. Ky mineral është përgjegjës gjithashtu edhe për prodhimin e një gjendje më të mirë shpirtërore dhe një gjendje më të mirë të gjumit të shëndetshëm. Bananet janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën B6. Mesatarisht, një banane përmban rreth 20% të nevojës ditore për vitaminën B6. Kjo e ndihmon trupin tuaj që të prodhojë gjithashtu nivele shumë të mira të insulinës, hemoglobinës dhe aminoacideve që nevojiten trupi tuaj edhe për të pasur më shumë qeliza të shëndetshme. Megjithse zakonisht mendojmë se portokalli dhe luleshtrydhet përmbajnë sasi më të lartë të vitaminës C, atëherë kjo është e gabuar, pasi bananet në të vërtetë përmbajnë 15% të normës ënditore të kësaj lënde të rëndësishme për një organizëm të shëndetshëm, gjithashtu edhe në rigjenerimin e shëndetit dhe mbrojtjen e tij kundër komplikacioneve të ndryshme. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese dhe konsumi 1 deri në 2 banane çdo ditë mund të jetë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë kundër problemit të ngërçeve. Kaliumi që gjendet tek bananet do të ndihmojë muskujt tuaj kundër ngërçeve dhe gjithashtu do të mbajë larg edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët këshillojnë konsumin e vazhdueshëm të bananeve në mënyrë të rregullt, në mënyrë që të merrni vlerat e shëndetshme të tyre. Arsyet pse duhet të konsumoni banane janë të gjëra dhe mund ta bëni gjithashtu atë edhe pa u menduar gjatë. Bananet do të ndihmojnë në një sër problemesh të organizmit. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Duke ngrënë banane çdo ditë sipas Brightside, do të keni këto përfitime. Bananet janë të pasura me vitamina B,
të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në qetësimin tuaj të trupit edhe të nervave. Vitamina B6 ndihmon dhe rregullon nivelin e glukozës në trup, të cilat ndikojnë gjithashtu edhe në gjendjen tuaj emocionale, sidomos kur jeni nervoz. Bananet janë një frut i përsosur edhe për persona të cilët do vuajnë nga anemia. E pasur me hekur, banania mund të stimulojë gjithashtu edhe prodhimin e insulinës dhe të hemoglobinës në gjak dhe kështu ndihmojnë gjithashtu edhe në rastet e personave të cilët kanë luhatje të këtyre mineraleve. Bananet janë një frut shumë i mirë ushqyes edhe për personat të cilët do vuajnë nga shqetësime depresive. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në mes të njerëzve të cilët do vuajnë nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë konsumuar të paktën një banane. Kjo është për shkak të bananes se ato përmbajnë triptofan, një lloj proteine e cila i duhet trupit të njeriut. Gjithashtu edhe në shëndrimin e serotoninës, që njihet si relaksues, përmirësues i gjendjes emocionale dhe në përgjithësi të bën të ndihesh gjithashtu edhe më i kënaqur. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shtypjes së lartë të gjakut dhe mund të konsumohet si një lehtësues kundër këtyre komplikacioneve, citojnë studiuesit. Ky frut unik tropikal është një mundësi e pasur me potasium dhe në sasi të elementëve ushqyes, duke i dhënë atyre një mbrojtje më të mirë shëndetësore dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e bananeve si një frut ideal për çdo vakt, gjithashtu duke ditur edhe rëndësi që ka ky frut kundër dhimbjeve të kokës. Përgatisni një milkshake me banane duke e përzier atë edhe me mjalt. Bananet do ta qetësojnë kështu stomakun, kurse me ndihmën e mjaltit do të rrisni gjithashtu nivelin e zvogëluar të sheqerit derisa qumshti të zbuzë dhe të rindërtojë gjithashtu edhe sistemin tuaj. Është e rëndësishme që bananet të konsumohen gjithmonë brenda normës së lejuar për të marrë përfitimet e duhura dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe për personat të cilët kanë të vjedha në mëngjes. Kur jeni shtatzan dhe manifestoni gjithashtu të mëngjesin me të vjedha, me ngrënien e bananeve në mes të ushqimeve ditore, mund të ulni këtë komplikacione dhe gjithashtu të përmirësoni gjendjen tuaj, citon Brightside. Bananet janë një frut ideal edhe për të mbajtur larg pickimin e mushkonjave. Para se të aplikoni kremin kundër pickimit të mushkonjave, provoni të fërkoni të brendshmen e lëkurës së bananes përmbi vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se është shumë e suksesshme në zvogëlimin e intjeve dhe irritimeve të tyre. Bananet janë një frut ideal gjithashtu edhe kundër problemeve të trurit. Ekspertët tregojnë se ato mund të mbajnë vigjilencën më nën kontroll dhe gjithashtu të lehtësojnë edhe komplikacionet që lidhen me ngarkesën e madhe, sidomos të informacioneve që merrni ditore. Bananet janë shumë të mira gjithashtu edhe kundër problemeve të tretjes. Bananet ndihmojnë në aktivitetin e jashtëqitjes që gjenden në rregullim dhe kështu mund të keni më pak probleme me kapsllëkun. Prandaj është e rëndësishme që ta përdorni atë si një zgjidhje efektive kundër shqetësimeve të tretjes. Bananet do të mbajnë larg edhe shqetësimet tuaja të ulçrave. Bananet mund të përdoren gjithashtu edhe si një ushqim kundër çrregullimeve të ulçrave të zorrëve të shkaktuara nga materiet e buta të saj. Gjithashtu ato do të neutralizojnë aciditetin e tepërt dhe të zvogëlojnë edhe irritime mbështjellëse të stomakut. Prandaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të luajë një rol pozitiv edhe në mbajtjen e këtyre komplikacioneve larg. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në kontrollin e temperaturës së trupit. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt mund të jetë një hap pozitiv kundër temperaturës së lartë të trupit, citon Brightside. Është e rëndësishme të konsumohen të paktën 1 deri në 3 banane çdo ditë në varësi të aktiviteteve tuaja për të marrë përfitimet dhe vlerat e tyre ushqyese. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
Të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.